Pa diskutim nga krijimi i emrit, i cili ishte tashmë paracet, duhesh edhe një slogan që shoqëronte emrin e podcastit. Dhe në parimin tim, por dhe në parimin e Health and Sport Partners, është ajo që s'ta thonë. Pra diçka të cilën pacientët, publiku dhe ta marrë ashtu brut, ashtu siç është, jo të rregulluar, jo të zbukuruar dhe pa filtra. Dhe pa diskutim, slogani ishte ajo që s'ta thonë. Pra, për të përcjell informacione, për të përcjell këshilla, për të përcjell ndoshta edhe mbështetje ndaj pacientit në përditshmëri, për nga jeta e përditshme e tyre. Jo thjesht vetëm duke i fryrë dhe duke i zbukuruar situatat dhe gjërat tona të përditshme për të nxjerrë një podcast të bukur. Jo. Jemi për të nxjerrë realisht atë se çfarë ne kemi në përditshmëri, nga puna jon, nga jeta jon, por dhe nga informacionet të cilat këta pacient ju duhen dhe ju nevojitet.